Çdo rob i Allahut ka nevojë për një vëlla që ta dojë e ta ndihmojë, të ndaj gëzimet dhe hidhrimet me të, e të shkëmbejë dëmshëri të ndërsjellta. Ajetet kuranore tregojnë: "Dhe caktom një ndihmës nga familja ime, Harunin, vëllain tim, rrit ma fuqinë përmes tij dhe bë ma shok në punën time, që të madhërojmë shumë dhe të kujtojmë pareshtur." Kurani 20:29-34. Ata janë miq të njëri tjetrit. Kurani 5:51. Padyshim Allahu i do ata që luftojnë në çështjen e tij në rreshta si të ishin një fortesë. Kurani 61:4. Dhe ai ka bashkuar zemrat e tyre. Kurani 8:63. Besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit. Kuran 49:10. Çështja që po diskutojmë ka të bëjë me temën e librit, sepse të paturit e një shoku të mirë e të vlefshëm i sjell zemrës hari. Pejgamberi alayhis salam ka transmetuar se Allahu ka thënë: "Ku janë ata që duan njëri tjetrin për shkak të madhërisë sime? Sot do u siguroj hije, në ditën kur nuk ka hije përveç hijes sime." Dy njerëz që e duan njëri tjetrin për hir të Allahut, bashkohen për atë dashuri dhe ndahen për të.